të kërkojnë ndihmën e partnerëve ndërkombëtar, kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët po e monitorojnë nga çasti në çast situatën procedurale të Sonjës Balluku në raport me prokurorinë e posaçme. Pra të ushtroj presion politik mbi kryeministrin atëherë bi apo jo? Jo, presion politik nuk mund Ose ti ferras një nga një në ambasadë, siç i thirriti në momentin që miratoi reformën drejtësi, që të votojnë dhe heqjen e imunitetit. Se kush janë rrugët e tjera? Në një takim që kryeministri, nëse s'gaboj, ishte në një zonë të Tropojës apo Dibrës diçka për një hidrocentralin që ishte deleguara e ambasadës Shteteve të Bashkuara. Ishte aty me Zojën Balluku. Refuzoi të jap dorën. Atë kush ka sy për... Ajo ishte aty avokat, ajo dinte, besoi që do ishte edhe Zoja Balluku aty. Kush ka sy për të pallë, veç për të dëgjuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aty në zyrat e prokurorisë posaçme. Kanë mbështetjen totale. Kanë mbështetjen financiare, kanë mbështetjen me logjistik, kanë mbështetjen shqiptar, dhe Spakut asgjë sot nuk i mungon për të ecë përpara dhe për të vënë para përgjegjësisë, jo zonin Balluku, por çdo politikan të vendit që e ka grabit këtë popull prej 35 vitesh. Avokat, ka një paradoks këtu, sepse ju thatë që Rama nuk ja heq, nuk i jep autorizimin, ndërkohë që Amerika thatë po ju ndodhet në Spak. Tani i bie që përballë këtij realiteti jemi 1-0 për Ramën. Okej, 1-0, por nuk duhet të harrojmë, sepse dosja e zonës Balluku ka kaluar në gjykat. Shpejti pritet seanca paraprake për të shqyrtuar aktet dhe provat për ta kaluar apo për të mos a kaluar në gjykat, dhe nesër zona e Balluku mund të dënohet me një vendim të formës prerë dhe që ngeli pastaj kryeministit mazhorancës qeverisë së gjykatës kushtetuese. Këtu fajtor është vetëm një institucioni i gjykatës kushtetuese. Pra ju avokat, po më thoni që do ndodhë e njëjta gjë siç ndodhi, siç morët shembull pak më lart, rastin e zotit Tahiri, që ai vajti në brenda, po vajti me vendim të formës prerë. Pra, njëjta gjë ju thatë që mund ndodh me Ballukun, po deri atëherë mund të ketë ndryshuar shumë situata politike në vend, se ju e dini si shtyhen proceset gjyqësore 1 vit, 2, derisa të marrë vendimi formën e prerë, pra mund të shkojë edhe 4 vite. Me keqardhje ta them, prokurori Ditan Premçi është një ndër prokurorët gjigant, i pa komprometueshëm, ka dhe origjinën e atill prej këtu 100 sa vitesh edhe si fis. Ati së të ngelet gjatë tjetër vetëm për të mbrojtë akuzën në gjyq. Nëse gjykat komisioni mandateve në parlament nuk e jep mandatin për të marrë një masë shtrënguese ndaj zonës Balluku, asaj si ngelet gjatë tjetër veç për të respektuar dy masat, masën e pezullimit dhe masën e ndalimit për dalje shtetit, ajo do të qëndroj e lishme si deputet në parlament, dhe pastaj do shkoj me fazat ndryshme, siç po shkon në procesi gjyqësor ndaj zotit Mediu, java 7 ai 8, atë ditë që ka gjyq shkon në Amerikë, atë ditë që thres Spaku shkon e takohet me senator, i ditën që ka seancën tjetër ka takime personalitete tjera, dhe duhet të bëjmë edhe një kontrast. Dhe duhet të jem qartë edhe me vetveten. Edhe dy akuzat e zotit Mediu janë akuza shumë të rënda. Përse Spaku nuk merr një masë shtrënguese, siç është ajo e ndalimit për dalje shtetit, për t'i bllokuar pasaportën. Po ai të shkon java 7 ai 8 në Amerikë, shkon vetëm për të intimiduar dhe për të shantazhuar gjykatën dhe prokurorinë. Përse nuk të vepron me dy standarde prokuria. Avokat, të lutem. Ndaj zot doktor Berishës, që ishte 80 e sa vjeç, gjykata mori mas arrest shtëpi. Dhe qëndroi 11 muaj arrest shtëpi. Pra, kontributi politik në këtë vend i doktor Berishës në raport me zonën e Balluku, doktor Berisha ka kontribute me të mira, me të këqija më shumë se zona e Balluku. Dhe në arenën ndërkombëtare është më i njohur, por qëndroi 9 muaj e 20 ditë arrest shtëpi. Pra, komisioni i mandateve në parlament ishte që i dha të drejtën për gjykatës së prokurorisë për të marrë masën shtrënguese atë të arrestit shtëpi. Dhe për 2 orë i është dhënë autorizimi. Avokat, a ka të drejtë Spaku kur kërkon një masë ekstreme për Zojën Balluku, ndërkohë që jemi përballë faktit e para politika penale shumë të shkuese, ju e dini më mirë se unë, si nga realiteti se jeni ditë për ditë në dyert e gjykatave të prokurorive, po edhe raportet ndërkombëtare që e kritikojnë shumë këtë. Sepse po të marrim
edhe po të marrim rastin edhe në Kosovë po të shkojmë, fillimisht atje kërkohet 30 ditë burg fillimisht. Kurse këtu kërkohet për një herë burg, edhe për një herë burg pa afat. Pra, për ta sjell këtë tek zonja Balluku, ajo e ka respektuar, si tha dhe avokati saj sot, kolegu juaj, e ka respektuar masën e ndalimit të daljes së vendit, nuk ka tentativa për ti, ka respektuar thirrjet në SPAK, pse kërkohet një masë më e fortë për atë? Po të jenë sikur kemi mësuar nga informacionet e përditshme televizive që janë mbi 16.000 faqe prova, 16.000 faqe, po t'i marrësh gjithë së bashku, 4 luftëtarë të UÇK-s në Hag nuk kanë 16.000 faqe material. Përsa zonja Balluku një person pas ka 16.000 faqe. Pra diçka përgoria ka, se kot përgoria nuk harxhon shpenzon kohë dhe letra për t'u marrë me të punë. Pra diçka ka të brendshme, po jo çdo gjë që ka SPAK-u brenda e dim ne, ose e din opinioni publik. Pra diçka SPAK-u ka brenda, që është i bindur në vetvete që zonja Balluku i plotëson gjitha kushtet për të marrë një masë tjetër shtrënguese, raport me 2 masat që ka përcaktuar gjykata. Avokate, diçka të fundit kam i nderuar, nëse kjo është politike, nuk është në fushën pra e avokatisë të ligjit, nëse keni dëshirë të jepni një përgjigje. Komentet e opozitës, sot doli dhe Berisha tha që sipas tij komshia nuk e kishte parë zonjën Balluku në shtëpi dhe ai aludoi që mund të jetë arratisur. Ju si mendoni? Pra mund të ndjek shembullin e Ahmetajt? Doktor Berishës dhe i kisha bën thirrje hap krahun, se ka djemtëri në PD për të drejtuar PD-n, dhe ta lan PD-n të ecë në lirë në rrugën e saj të konkurimit, nëse don që të vijë ndonjëherë në pushtet. Kjo do ishte detyra e doktor Berishës. Doktor Berishë do i bëja thirrje të marroj punën me sistemin e drejtësisë që ka në Shqipëri, do i bëja thirrje të zgjidh problemet që ka me Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj të vinë bëjnë komente, jo më tha Kojshia, ka ik Balluku, jo më tha Digitalbi, këto janë pralla për të tërheqë vëmendjen e qytetarëve shqiptarë. Përse doktor Berisha ka 5 deputet në Shkodër dhe qytetarët e Rjollit në Velipoj, po plasen me policinë. E tha sot ai. Unë tha i mbështes ata. Deputeti i Partisë Demokratike në Shkodër nuk ka shkuar, përveç Agron Shehet dhe atij deputetit të mundësisë. Janë 2 deputet nga jugu i Shqipërisë dhe shkojnë për të mbështetur banorët e veriut të Shqipërisë. Përse nuk shko Berisha? Me ata që po protestojnë për 2 javësh për tokën aty brenda, ata kanë votuar për Sali Berishën, nuk kanë votuar as për Edi Ramën, s'kanë votuar as për Agron Shehet. Po Berisha tha sot që unë i mbështes ata. Si i mbështet Berisha? Me deklarata tha nga Selia, tha unë kam folë 2 herë tjera, sot ishte e treta, tha që unë tha mbështeten që deputet shkojnë atje të mbështesin turmën paqësore që kërkojnë drejtat e tyre. Si mbështeten ata? A mbështeten nga zyra? Nga zyra nuk kanë nevojë ata. Ata kërkojnë takim të rreth për të sqaruar dhe palën kundërshtare. Po pse PD-ja ka frikë që të afrohet te kjo sipas gjykimit tuaj? Deputeti i Partisë Demokratike në Shkodër dhe ta kenë për turp, që gjithë deputet ta kenë për turp deputet të PD-s, sepse me votat e qytetarëve të Velipojës dhe të Rjollit kanë marrë votat Partia Demokratike. Nuk kanë votuar as për PSN, as kanë votuar për Partinë Social-Demokrate. E tu vi për turp. Dua ta falenderoj bashkëqytetarin tim, historianin Romeo Gurakuqi. E zbardhej me fakte dhe prova që para 200 vjeç për Rjollin, se kujt i përket Rjollit. Kush banor janë këtu Rjoll? Kujt i përket kjo tokë? Dhe ka bërë thirrje edhe ministres Koqiu të tërheqin forcat e policisë. Dhe me qenë se me lart mundësi që të intervistohem nga ana juaj, me shumë qetësi do i bëja thirrje ministres Brendshme. Të rriq forcat e policisë. Nuk i vlen askujt që të bëhet një resort që bëhet gjak derdhi aty. Po plasen. Nga çasti në çast mund të plasim. Nga çasti në çast mund të kalojmë në vetgjysi. Të rriq forcat e policisë. Dërgoj ekspert. Shqyrto dokumentat. Uli njerëzit e komunikojnë të dojnë dhe bjen në ujdi njëri me tjetrin. Se nesër të djetë vonë.
Avokat, duke uruar që ajo çështje të zgjidhet, unë të falenderoj shumë për bisedën edhe për analizën që zhvilluam për dosjen Balluku dhe sistemin e drejtësisë dhe uroj që në të ardhmen të kemi mundësi që diskutojmë sërish së bashku për problemet e sistemit që duket se do të vazhdojnë gjatë. Të falenderoj shumë. Nëse do më lejosh 30 sekonda. Patjetër që po. Lidhe me vendimin e kushtetueses që dolin 4-4, ai çdo gjë mund të jetë, vendim nuk mund të jetë. Dhe gjyqtarët e kushtetueses të bënin mirë, 8 gjyqtar apo 9 gjyqtar sa janë, të pajisen me certifikatën e pastërtisë nga autoriteti i dosjeve të sigurimit të shtetit, të para viteve 90 dhe të pas viteve 90, ta bëjnë transparent para shqiptarëve dhe pastaj çdo shqiptar gjykon sepse një vendim kaq kërkues nga opinioni publik jepet 4-4. Dhe aty do mësojmë shumë gjëra. Dhe parlamenti duhet dalë me një iniciativë. Çdo deputet i parlamentit, çdo kryetar bashkie, çdo antar i Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë Prokurisë, çdo antar i gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese, të pajisen me certifikatën e pastërtisë nga autoriteti i dosjeve të sigurimit të shtetit. Je kanë qenë pashpunëtor apo kanë qenë shërbimeve sekrete. Dhe t'ia bëjnë transparent shqiptarëve. Gjithsesi të falenderoj për kohën. Në çdo moment që mund të kërkoni një sqarim ose një informacion, jemi gatshëm. Ju falenderoj për ftesën, shumë përzemërsisht. Edhe unë avokat, të jam shumë i njohur se të uroj natën e mirë dhe më të mirat. Natën.